Ja si të ulni nivelin e sheqerit në gjak me këto ushqime në kushte shtëpie. Natyra sjell shumë mënyra për të luftuar secilën sëmundje dhe një prej tyre qëndron edhe në frutat e malit siç është boronica. Diabeti ndryshe quhet si një sëmundje e qetë sepse simptomat e saj nuk merren shumë seriozisht. Por në fakt niveli i lartë i glukozës në gjak duhet marrë seriozisht. Sipas ekspertëve, kjo sëmundje dallohet nga këto simptoma si etje e fortë ose gojë e thatë, nevoja e shpeshtë për urinim, dëshirë e shtuar për ushqim, humbje e pashpjegueshme e peshës, plogështi dhe lodhje dhe infeksione të shpeshta. Nevojitet që një lugë boronicë t'i vendosni në një enë dhe t'i derdhni një gotë me ujë të vluar dhe ta zgjini për 10 minuta. Çajin si ky duhet ta lini të qëndrojë për një orë i mbuluar. Çajin ju duhet që ta pini në glënka të vogla gjatë gjithë ditës dhe ta pini atë për të paktën një muaj.